Prokuroria e Tiranës ka depozituar kërkesën për pushimin e procedimit penal ndaj avokatit Ulian Bajrami, i arrestuar në tetor 2025 pas një incidenti në gjykatën e Elbasanit. Sipas njoftimit zyrtar të Prokurorisë së Tiranës, kërkesa për pushim lidhet me procedimin penal numër 7882, të regjistruar për veprat penale e kanosje për shkak të detyrës, kundërshtim dhe goditje e gjyqtarit dhe kanosje e gjyqtarit. Ngjarja për cilën u ngritën akuzat ka ndodhur më 17 tetor 2025 në qytetin e Elbasanit. Hetimi nisi pas arrestimit të avokatit Ulian Bajrami në ambientet e gjykatës së Elbasanit gjatë një seance gjyqësore. Policia arrestoi në sallë me pretendimin se kishte kërcënuar një prokuror dhe kishte shfaqur sjellje që u cilësuan si kundërshtim i autoritetit gjyqësor. 2 ditë pas arrestimit, prokuroria vendos lirimin e tij, duke argumentuar se nuk plotësoheshin kushtet ligjore për mas sigurimi më të rëndë. Hetimi vjon në gjendje të lirë deri në përfundimin se provat e administruara nuk mbështesnin elementët e veprave penale të ngritura fillimisht. Kërkesa për pushim është paraqitur gjykatës kompetente, e cila pritet të shprehet mbi mbylljen përfundimtare të çështjes. Me këtë vendimmarrje, Prokuroria e Tiranës i jep fund një procedimi që nis me arrestim në flagrancë, por që nuk arriti të mbështetet me prova të mjaftueshme për vazhdimin e ndjekjes penale.